Mirë mbrama Tetova, mirë mbrama Pollogu, mirë mbrama Shqiptar. Ju e dini para një kohe dikush pjeti këtu në shesh a ka Bilal, a ka Ali, a ka Bëdi këtu? Sonte është nata më e bukur sepse e fituam gjithë Pollogun, e fituam gjithë Maqedonin. Bëdia kërkoi referendum, e fitoi. Atëherë, në Tetov kemi fituar me diferencë mbi 4.000 vota. Në zonën 6 i kemi fituar gjithë komunat, përveç Gostivarit, ativa kemi lënë saqe për gjunak shohu. Dhe në Maqedoni, nivel nacional, me komune jemi 11 me 3 komuna. Me këshillat komunal kemi fituar në gjithë komunat. Sot jemi këtu bashkë me kryetarin arshëm të Rgjelinës, Blerim Sejdiun. Kryetarin arshëm të Bogovinës, ja këto. Fetiun, Feti Abazi. Kryetarin arshëm të Tearcës, Dautin. Dhe kryetarin arshëm për Venicës, e dini, Qimo. Atëherë edhe njëherë faleminderit gjithë qytetarëve të Maqedonisë për këtë votë që e dhanë, për të përzgjedhur kryetarët e tyre, kryetarët e komunave të cilët do t'ju udhëheqin për 4 vite të ardhshme. Ne dolëm në këto zgjedhje me kandidatët më të mirë dhe me programën më të mirë që e patëm dhe votuesit. Faleminderit. Atëherë, ne dolem me kandidatët më të mirë që kishim nga Likova deri në Strug, dolem me programën më të mirë, dolem me program që ofronte zgjidhje për problemet e qytetarëve, oponentët tanë në pamundësi dhe duke mos pasur program, duke mos pasur kandidat, dolen me idenë e referendumit. Le që nuk morën asnjë komunë, por ata dështuan edhe për listat për këshill. Prandaj, ne sot jemi këtu që u garantojmë qytetarëve të gjithë komunave të cilët i kemi fituar dhe cilët kemi shkuar në balotazh, që edhe më tutje ne do të jemi këtu për t'i zgjidhur hallet e tyre, për t'i zgjidhur problemet e tyre, dhe sigurisht tash në palën tjetër duhet të mendojnë a do të kërkojnë zgjedhjet parakohshme ose jo. Prandaj, nga nesër ne vazhdojmë me punë në komunën e Tetovës, nga nesër do të vazhdojnë me punë edhe në komuna tjera nga Tearca, Bogovina dhe gjithë komuna tjera, Zhelina që i kemi fituar, dhe sigurisht që tani më Pollogun, tani më gjithë komunat të cilat kanë kandidat të Blenit i pret një ardhmë e ndryshme. Faleminderit dhe shihemi në fitoret e radhës. Mimrama Tetova, Mimrama Zhelina, Mimrama Tearca, Mimrama Bogovina,
mi mbrama Brvenica, mi mbrama Pollogu, mi mbrama Shqiptaria. Prej kryetari e përmendi, prej nesër e tutje, ju siguroj se BD nuk do të kërkoj më zgjedhjet parakoshme. Ta dini, qeni sigur. Të dashur qytetar, falënderit nga zemra, ju që jeni sonte prezent këtu, falënderit nga zemra dhe mërgatës që e kemi të flakt, forumin e gruas, forumin rinor. Ju kumtojmë lajmin se jo vetëm në Pollog, ashtu se që përmendi edhe më para kryetari, edhe në Çajir, edhe në gjithë komuna shqiptare, ne jemi fitues këtyre zgjedhjeve, fitues absolut. Falënderit nga zemra të gjithëve, falënderit edhe njerë, zhëllina ime që ju kam sonte prezent këtu, ju përshëndes nga zemra, nga thellësia e zemrës. Falënderit për këtë fitore historike. Falënderit. Mirëmbrëma të nderuar banor të Pollogut, pa mos e veçuar asnjërin komunë, pasi që në të gjitha komunët na përfitojnë bindshëm. Unë sonte do t'ju falenderoj nga zemra gjithë banorët e Pollogut, në veçanti komunën time, komunën e të Arcës, ku pas 22 vitesh ju kthehet qytetarëve, Zhelina, Bogovina, Brvenica dhe gjithë niveli republikan. Mos të haroj rinin në asnjë moment energjinë pozitive që na keni dhënë këto zgjedhje, por në veçanti kam një përshëndetje jo vetëm nga zemra, por edhe nga shpirti, për mërgatën e cila zbriti në ditën e votimeve dhe e bëri ndryshimin historik në Maqedoninë e Veriut. Unë ju falenderoj dhe gjithmonë ju ftoj që kështu të jemi të bashkuar, një zë, mu ashtu se kemi pasur fushatën dhe të jemi sa më pozitiv, ju e dhatë besimin tuaj. Nga dita e nesërme në takon neve ta tregojmë vetë vetën ati ku do të qeverisim ne. Ju falënderit dhe shifim në fitorit e radhës. Njerëzit alok vejnë më dyshje se kemi balotar zheli këtu. Mirëmbrëma Pollogu, mirëmbrëma të dashur qytetarë. Faleminderit nga secili që na keni mbështetur, që na keni përkrau. Faleminderit që treguat dorim për këtë periudhë që nuk ndaloi mbështetja juaj nga secili. Faleminderimi i veçantë shkon për brezin e ri. Shpresoj dhe ju garantoj se ne nuk do ju zhgënjejmë. Ne do ja kthejmë imazhin Pollogut. Pollogu do reflektoj në ditët e ardhshme. Shpresoj që ju nuk do ngeli të zhgënjie. Faleminderit secilin nga një. Faleminderit. Hajde vetë me rëzej, fonde. Të nderuar banor të Pollogut, kjo fitore është më se merituar, sepse liderët e Vlenit nuk zgjodhen kandidatët nga dëshirat e veta, por e pyetën popullin kush janë kandidatë më mirë nëpërmjet anketimeve. Dhe njeriu dhe liderët e Vlenit, atë që e bën pyetjen dhe populli nuk gabon. Populli i tha për këtë kandidat duhet të jenë lider dhe ja dhan votë këtyre kandidatëve. Prandaj, falenderim të përzemërt për të gjithë organizatorët. Ju falenderoj diasporën, veçanërisht për komunën e Brvenicës, pa të cilën as nuk mbahet komuna e as nuk fitohet. Na prit të mbara, rof populli shqiptar, rof të gjithë. Falenderit.
ta dini prej sonte zullumit I garat fajkët. Të nderuar aktivist të Vlenit, nga Likova deri në Struk, lejoni se cilin të përshëndes një nga një. Ju keni qenë ushtria e pafishme e fitores së madhe të 19 tetorit, që ne kemi bërë një fitore plebiscitare spektakulare nga Araqina, nga Qairi, nga Saraj, në Tetov, në Zhelin, në Tears, në Bogovin, në Berbenis, shumë shpejt edhe në Vrapqisht, vazhdojmë me Dibron, Dollnenin, Strugën dhe ne po dominojmë gjithandej. Urime të gjithve. Tu para vetës I kemi veç 6 krijetarë. Ta dini se ju jeni më meritorët për këtë fitore. Nuk ka kush që e mposht vullnetin e popullit. Nuk ka kush që e thijen këtë vullnet dhe ne I premtuam në tubimin e fundit Aliut se do ta çojmë pension, edhe mbajtëm fjalën, bile edhe pensionin ja kemi rrit për 5.000 denar më shumë. Edhe njëherë I kërkoj ashtu si që zotuan, të tret në Pako, edhe Aliu, edhe Arbeni, edhe Zeadini, bëhen bura edhe nga nesër ta dorëzojnë dorëheqen. Populli kërkuan që populli të dalë në referendum dhe shqiptarët u përgjigjen me një za. Dolën në referendum, I dhanë mbështetjen Vlenit dhe dënuan shpifjen, trillimin, mashtrimin dhe tani ta mbajnë fjalën të gjithë në Pako nesër dorë për dore të japën dorëheqje dhe të shkojnë pension. Ju falenderit. Natën e mirë!